Në prag të sezonit veror, turistë në të gjithë botën kërkojnë të udhëtojnë në vendet më të njohura, por eksperiencat në muajt e nxehtë nuk janë ndër më të mirat, pasi përballen me çmime të larta dhe mbi popullim. Prestigjozja Travel of Path i ka kushtuar një artikull këtij fenomeni, teksa ka dhënë edhe alternativa, ku nuk mungon Shqipëria, për të cilën thotë se duhet ende të eksplorohet dhe se po bëhet destinacion kryesor turistik në Evropë. Trendet e udhëtimeve po ndryshojnë, ndërsa destinacionet klasike mbeten të njohura. Turistët e zgjuar që kërkojnë përvojë autentike harrojnë vizitat në Kolosej këtë vit. Ekziston një vend që krenohet me bukurinë mesdhetare, pa turma vizitorësh dhe çmime të larta krahasuar me fqinjet e tij. Përgatituni këtë verë për Shqipërinë. Ndonse ndoshta nuk është emri i parë që ju vjen ndërmend për pushime në Evropë, statistikat dëshmojnë një destinacion që po rritet me shpejtësi në popularitet. Sipas Agjencisë së Turizmit të OKB-s, Shqipëria përjetoi një rritje të jashtëzakonshme prej 80% të mbërritjeve turistike në 2024, krahasuar me nivelet e para pandemisë, duke vendosur atë midis liderëve botror për rritjen e turizmit. Shifrat e hershme për 2025 tregojnë se ky trend nuk po ngadalsohet, me numrin e vizitorëve të huaj në muajin janar që është rritur me 15% krahasuar me vitin e kaluar. Një nga atraksionet më të mëdha të Shqipërisë është padyshim Riviera Shqiptare. Mund të rezervoni dhoma cilësore në Bujtina ose edhe hotele buzdetit me çmime të favorshme. Bregdeti është spektakolar. Riviera Shqiptare që shtrihet përgjatë detit jon ofron ujëra të kristalta dhe plazhe të bukura që variojnë nga brigjet e Sarandës deri te plazhet gjithmonë më të famshme dhe mahnitëse rreth Ksamilit, të quajtura shpesh Maldivet e Evropës. Përveç plazheve, Shqipëria ofron histori, male dhe kulturë, ku adhuruesit e historisë mund të eksplorojnë edhe vende të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, shkruan ndër të tjera Travel of Path, që fton turistët të vizitojnë Shqipërinë.